Në qendër të një prej zonave më të nxehta dhe problematike për krimin elektoral në veri të vendit, është identifikuar një emër që nuk është as pak i panjohur për strukturat e hetimit. Enis Gjoka, i pozicionuar në vijën e parë të shtabit elektoral të Partisë Socialiste në ishull Lezhë, Enisi është një figurë kyçe në organizimin e fushatës, në një zonë ku shitblerja e votës dhe ndikimi i grupeve kriminale janë kthyer në mekanizëm sa herë që ka zgjedhje. Por ajo që e bën këtë rast shqetësues është fakti se Enis Gjoka është djali i Kujtim Gjokës, zëvendës drejtori i hetimit të krimeve në drejtorinë vendore të policisë së Lezhës. Burime konfidenciale tregojnë se Kujtimi është angazhuar drejt për drejt në ushtrimin e presionit mbi qytetarët dhe aktorët lokal të së djathtës, duke përdorur autoritetin si kryepolic për llogari të zgjedhjeve. E gjitha kjo mbështetet në një strukturë familjare që është kthyer në një treshe pushteti lokal. Bashkëshortja e Kujtim Gjokës, e cila drejton sektorin e kundër kultivimit të bimëve narkotike në zyren e Shishit, për qarkun e Lezhës, ndodhet në një nga zonat që sipas të dhënave të fundit thyen rekorde kombëtare në sipërfaqe të mbjella me kanabis. Një familje, 3 pozicione strategjike në polici, në inteligjencë dhe në strukturat politike të rilindjes, të lidhura jo rastësisht në një periudhë ku fushata ka kaluar përtej votës dhe ka hyrë në territorin e frikës dhe kontrollit përmes shtrëngimit institucional dhe kriminal. Ndërkohë që Lezhë është kthyer në një nga qarqet më të rrezikshme për jetën e qytetarëve, me atentate të njëpasnjëshme dhe vrasje pa autor, zyrtarisht të pahetuara, Kujtim Gjoka, zëvendës drejtori për luftën kundër krimit në policinë vendore të Lezhës, ka braktisur misionin e tij ligjor. Në vend që të merret me parandalimin dhe zbardhjen e krimeve që po terrorizojnë banorët, ai ka zgjedhur të angazhojë veten dhe familjen në fushatën elektorale të Partisë Socialiste. Ka gjithnjë më shumë indicje dhe denoncime që tregojnë se PS nuk po lë gur pa lëvizur për të siguruar një rezultat të pamerituar në zgjedhje. Mesazhe të shumta të ardhura në redaksinë e pamfletit pohojnë se socialistët po përdorin çdo hallk të pushtetit, nga drejtuesit lokal të policisë deri te segmentet e inteligjencës dhe administratës, për të ndërtuar një makineri elektorale me frym frike dhe shantazhi. Më alarmante janë denoncimet se mazhoranca ka hyrë në një marrëveshje të heshtur me grupe kriminale, të cilat po i kërcënon për të bërë pjesë aktive e fushatës, me premtimin e një ombrelle mbrojtëse ndaj hetimeve të spakut. Një skemë e rrezikshme që nëse provohet, e kthen fushatën elektorale në një pazar të hapur midis krimit dhe pushtetit.